Grupi parlamentar I Frontit Evropian I ka dërguar një letër formale 4 instrumenteve kyçe të Këshillit të Europës, përmes së cilës kërkon një vlerësim urgjent dhe ekspertizë mbi, siç thon ata, drejtësinë selektive pas tragjedisë në diskotekën në Koqan, ku humbën jetën 59 të rinj. Letra I është adresuar Michael O'Flaherty, komisioner për të drejtat e njeriut, Claire Bezi, kryetare e Komisionit të Venecias, Livia Stoika-Becht, sekretare ekzekutive e grupit të shteteve kundër korrupsionit, dhe Theodoros Rousopoulos, kryetari I Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës. Në letër, deputetët shprehin shqetësim për hetimet politikisht të motivuara dhe skandaloze, të cilët kanë në shënjestër vetëm ish zyrtar, ndërsa funksionarët aktual, të cilët kanë pasur përgjegjësi institucionale, pothuajse gjatë gjithë vitit para tragjedisë, janë lënë jashtë çdo procedure. Letra thekson gjithashtu përfshirjen direkte dhe transanksionale të kryeministrit në prokurori dhe në vetë hetimin, si dhe paradën publike dhe abuzimin gjatë arrestimit të një ish-ministri. GPI Frontit Evropian I kërkon Këshillit të Europës të dërgojë një mision të pavarur ekspertësh për të vlerësuar pavarësinë e hetimit, të iniciojë një debat në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës, të kërkojë opinion nga Komisioni I Venecias për ndikim mbi prokurorin, të angazhojë Grecon për të hetuar ndikimin politik mbi vendimet e prokurorisë. Deputetët theksojnë se drejtësia duhet të jetë e barabartë për të gjithë dhe nuk guxon të varet nga përkatësia politike. Sipas tyre, drejtësia selektive minon shtetin e së drejtës dhe shkatërron besimin e qytetarëve në institucionet.